Ja si testohen motorët e avionëve. Për të vërtetuar nëse një motor aeroplani është i sigurt dhe i besueshëm, ai duhet të kalojë një sër testesh. Një nga testet përfshin hyrjen e ujit në motor me presion të lartë dhe një tjetër përfshin hyrjen e zogjve drejte në motor. Hedhja e zogjve në motor do të shpjegoj pse dhe si ndodhin gjitha këto teste. Kjo video është për ty, kështu që bëj subscribe dhe bëu pjesë e komunitetit ton. Gjithashtu mos harroni të klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni të parët për video tona të reja. Ne ju premtojmë se do të jetë vërtet një përvojë e mrekullueshme. Testimi i ujit. Shumë motorë janë ndërtuar dhe me kalimin e kohës, inxhinierët kanë qenë në gjendje të bëjnë përmirësime të ndryshme për të siguruar që ata të funksionojnë në mënyrë më efikase. Megjithatë, çdo motor që është ndërtuar duhet të jetë në gjendje të përballojë gjithçka që në natyrë ka për të ofruar. Gjëra si shiu, bora, akulli dhe nxehtësia ekstreme janë vetëm disa nga gjërat për të cilat ta motor duhet përgatiten përpara se të hyjë në prodhim. Çdo motor testohet për këto gjëra. Kur bëhet fjalë për testimin e ujit, ne tashmë dimë se motorët janë në gjendje të marrin një sasi të madhe uji ose ta gëlltisin atë. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi teste të gëlltitjes së ujit, të cilat janë bërë procedura standarde. Gjatë këtyre testeve, një rrymë uji futet me forcë në motorët që funksionojnë, duke djegur rreth 800 galon ujë në minutë direkt në motor. Këto teste janë bërë për të konfirmuar se motorët janë mjaft të fuqishëm për të kaluar në përfshira të dendur dhe madje edhe stuit më të forta pa shkaktuar dështim për motorët. Nëse motori plotëson të gjitha parametrat e sigurisë, uji pritet të dalë pa dëmtuar motorin ose funksionimin e tij. Nëse gjithë kjo shkon siç është planifikuar, motori ka kaluar testin e ujit. Kur moti është më i ftohtë dhe temperaturat ulen, kemi kushte akulli që mund të dëmtojnë mëtej motorin dhe të shkaktojnë një aksident të tmerrshëm. Këto kushte janë veçanërisht të ndërlikuara dhe kërkojnë lloje të ndryshme grimcash akulli për të testuar motorin. Topa të mëdhenj akulli dhe në motor për të ditur nëse mund t'i rezistojë dhe sa shpejt mund të rikuperohet pa bërë shumë dëme. Ata bëjnë gjithashtu teste të nxehta dhe të ftohta, të cilat bëhen për të kontrolluar nëse motorët mund të funksionojnë siç duhet në temperatura jashtëzakonisht të larta dhe jashtëzakonisht të ulta, si dhe në lartësi të mëdha. Për shembull, për testuar motorët në temperaturat e ngrirjes, ata e çojnë atë në një vend me temperatura të tilla. Një shembull është territori arktik i Kanadas, Nunavut, ku temperatura shkon deri në -28 gradë Celsius. Ata e linin motorin aty për javë, duke testuar si në tokë ashtu edhe në ajër, duke kryer teste të kundërta të shtytjes me borë dhe duke parë se sa kohë mund të funksiononte motori siç duhet në kushte të tilla. Testimi i shpendëve. Një nga testet e pazakonta, por të nevojshme që duhet të bëjnë, është testi kundër goditjeve të shpendëve. Kur një aeroplan është lart në qiell, ai ka mundësi të pafundme për të përplasur me një tufë zojsh, që mund të shkojnë drejt aeroplanit. Në disa raste, një zog mund të fluturojë drejt në motorin e një avioni, duke shkaktuar dëme të mëdha në motor dhe duke detyruar aeroplanin të bëjë një ulje emergjente ose më keq. Ata duhet të bëjnë të gjitha llojet e testeve që do të parandalojnë goditjen e shpendëve dhe do të shkaktojnë dëme të tilla për të siguruar që motorët jenë të sigurt dhe të vazhdojnë të funksionojnë pas një përplasjeje me një zog. Prodhuesit e motorëve hedhin zogj të ngordhur në motor, ndërsa ata janë në tokë me një të ashtu quajtur armë pule. Ata janë qelluar me shpejtësi të lartë direkt në motorin e ndezur për të simuluar goditjen e shpendëve siç do të ndodhnin në qiell. Ata jo vetëm që e përdorin këtë armë pule për testimin e motorëve, por gjithashtu e përdorin atë për të qelluar zogjt në xhamin e përparëm, për të siguruar që është e sigurt dhe mjaft e fortë për t'i bërë ballë zogjve që godasin në të. Sot, prodhuesit kanë gjetur shumë mënyra për të siguruar që goditjet e shpendëve të mos shkaktojnë dëme të mëdha. Shpesh, një zog mund futet plotësisht në motorin kryesor, por ai nuk do të ndryjë në punë ose funksionalitetin e tij. Ndërsa këto goditje nuk janë fatale, ndonjëherë ato mund të krijojnë në ende dështime të motorit apo edhe dëmtime të vogla që mund të çojnë në mos funksionim të mëtejshëm. Në vitin 2009, një lloj goditje e zojsh arriti të shkaktojë uljen emergjente të Airbus A320 të US Airways në lumin Hudson, edhe pse askush nuk u lëndua në ulje. Tufa e zogjve arriti të aktivizojë të dy motorët, duke bërë që aeroplani të ulet në lumin Hudson.
Testimi i fikjes së teut. Motori përbëhet nga teje që rrotullohet me shpejtësi të lartë deri në 3000 rrotullime në minutë, duke bërë që motori të arrijë shtytje dhe fuqi të plotë, në mënyrë që të mund ta ngrejë aeroplanin nga toka. Natyrisht me rëndësishmja, këto teje duhet të vendosen mirë në motor, duke u siguruar që secila të jetë e sigurt. Por çfarë ndodh nëse del një tehë? Këtu në lojë të gjitha testet. Testimi i teut është një test i sigurisë ajrore që ka një mision. Dhe ky është të sigurohet që çdo tehë të qëndrojë fort i lidhur në motor dhe të mos ketë asnjë shans për të dalë ndërsa avioni është duke fluturuar. Një tehë që lirohet ose fluturon është një gjë që nuk duhet i ndodh kur një motori avioni. Por meqense kjo ka ndodhur më parë disa motorëve në të kaluarën, ata dinë se si të sigurohen që motori të jetë i sigurt para se ta lidhin atë me aeroplanin. Bërja me tehë 3000 rrotullime në minutë dhe heqja e teut mund shkaktojë kaq shumë dëme, sigurisht shumë më tepër se sa një goditje zogu. Teu mund të dalë dhe të godas pjesë të tjera lëvizje të motorit, duke shkaktuar dëme të mëdha, duke fluturuar potencialisht përmes trupit të avionit, duke shkaktuar dëmtim të sigurisë së fluturimit në avion, ose duke shkaktuar lëndime vdekjeprurëse të pasagjerëve në bord. Pra, këto teste janë të përqendruara në kontrollin se tejet janë të fiksuara mirë dhe nuk mund të fluturojnë jashtë. Dhe në rast se dikush do të dalë, teu ose tejet e shkëputura nuk duhet të shkaktojnë dëme të mëdha në motor dhe gjithashtu të sigurojnë që motori të jetë plotësisht në gjendje të funksionojë pa tehë. Në këtë proces testimi, një eksploziv i vogël është ngjitur në bazën e njërës prej teheve. Sapo ndezi motorin, ata shpërthejnë eksplozivin për të ditur nëse teu do të qëndrojë brenda dhomës së motorit. Nëse një tehë del gjatë këtij testimi, atëherë ata kthejnë tabelën e vizatimit dhe dizajnojnë se si të sigurojnë më mirë tehet në motor dhe më pas bëjnë të gjitha testimet përsëri. Një tehë i vogël me madhësinë e gishtit tuaj mund të shkaktojë dëme të mëdha në motor dhe gyp, dhe ndoshta mund të çojë në një aksident të padëshiruar apo një ulje emergjente. Testimi i rrufes. Ju jeni lart në qiell mbi re. Shanset për të futur në mes të një stuie janë shumë të mundshme. Në fakt, edhe nëse nuk futeni në një stui, shanset që një aeroplan të goditet nga rrufeja janë jashtëzakonisht të larta. Megjithatë, kjo nuk duhet t'ju shqetësojë as pak. Aktualisht, ata kanë gjetur zgjidhje përfundimtare për të parandaluar rrufet që të shkaktojnë dëme në një avion. Po mendon se si është e mundur? Mesatarisht, çdo aeroplan komercial goditet nga një rrufe rreth një herë në vit, por shumë aeroplane janë në gjendje të vazhdojnë rrugën e tyre pa e menduar dy herë, ndërsa të tjerët përjetojnë dështime të motorit nga mospasja e mbrojtjes së duhur kundër ndodhive të tilla si fatkeqësitë natyrore. Sapo një rrufe godet një motor, mund të shkaktojë një shpërthim, i cili mund të çojë në një dëmtim madhor dhe të shkojë përtej riparimit. Në të kaluarën, ka pasur disa raste kur një motor është goditur nga rrufeja, duke bërë që piloti të kërkojë një ulje emergjente apo edhe përplasje. Për të parandaluar këtë, prodhuesit zhvilluan mbrojtjen e duhur të avionit për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm. Dhe ata gjithashtu testuan motorët për të siguruar që një goditje e thjeshtë nuk do t'i bllokojë ata. Materialet shumë më të lehta, të tilla si fibra karboni, priren të kenë përshtueshmëri elektrike shumë më të ulët se alumini. Përdorimi i këtyre materialeve në kornizën e avionit, si dhe në motor, mund të sjellë deri në 25% përmirësim në ekonominë e karburantit. Megjithatë, ato ende duhet të mbrohen me një shtresë rjete metalike ose flet metalike për t'i mbrojtur më tej nga goditjet e rrufes. Edhe pse sistemet që do të mbrojnë të gjithë avionin nga goditjet e rrufes janë ende duke u parë në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e mirë. Deri atëherë, na mbetet të testojmë motorët ndaj tensionit të lartë dhe të shohim nëse ata do të prishen apo do të vazhdojnë të funksionojnë si shtam. Tani nuk keni pse të shqetësoheni kur rrufeja godit aeroplanin, pasi besojmë se në fund të fundit as nuk do ta ndjeni. Testimi gjatë fluturimit. Provat e mëparshme janë bërë dhe motori ka kaluar të gjitha. Është koha për të bërë testin përfundimtar. Dhe ky është testi aktual gjatë fluturimit që kontrollon motorin dhe performancën e tij. Të gjitha testet e mëparshme ndodhin në terren ku motori vendoset në disa situata të ndryshme për të vërtetuar strukturën e tij. Por sapo ndodhet në ajër, motori ka një gjë për të provuar, që është tregojë se është i aftë të prodhojë shtytje dhe të mbajë aeroplanin në qiell. Për këtë testim, prodhuesit përdorin shtretër testimi,
të cilët janë aeroplan të modifikuar që përdoren posaçërisht për testim. Ata do të testojnë besueshmërinë e motorit ndërsa fluturon. Për të certifikuar më tej, motorët testohen si për aeroplan komercial, ashtu dhe për aeroplan të biznesit, me shtretër testimi. Madje mund të shihni një Boeing 747 të vjetër si avion me shtrat testimi. Këto shtretër testimi mund të duken të çuditshëm me motorin e pozicionit, me formë të çuditshme, por në fund të fundit, ato janë një nga pjesët më të rëndësishme të testimit të një motori dhe për të siguruar që ai do t'i rezistojë fuqisë së avionit. Ata bëjnë të gjitha llojet e provave, ndërsa janë ajër, të tilla si arritja e shtytjes së plot dhe shpejtësia maksimale, që motori mund të prodhojë, dhe vërehet se sa mirë funksionon në lartësi më të mëdha, në krahasim me mënyrën se si funksionon në tokë. Pasi një motor të kalojë të gjitha këto teste, vetëm atëherë ai do të certifikohet dhe miratohet nga FAA dhe mund të vazhdojë në hapin tjetër, që është prodhimi. A kishit menduar ndonjëherë për këto? Na e bëni me dije në komentet më poshtë. Dëgjohemi në videon tjetër.